Njësive vendore u janë cunguar kompetencat, kryesisht në fushën e ndërtimit nga e cila gjenerojnë edhe të ardhurat më të mëdha. Shqetësimi është ngritur nga eksperti i pushtetit vendor, Gjok Jaku, i cili, duke u referuar bashkive të qarkut të Lezhës, thotë se ka kërkesa të shumta për leje ndërtimi, por ato jepen vetëm nga qeveria. Qarku Lezhë është i ravizuar si i tillë dhe funksional në përbërje të cilëve janë 3 njësi, të cilat për këtë periudhë kohe, kanë funksionuar përgjithsisht mirë. Ajo që e bën të cënueshme apo nuk ka sjellë rezultatet e pritura apo të thëna 10 vjet përpara, është fakti që këtyre njësive janë cunguar shumë kompetencat. Unë po ju them një fakt. Sot, në fushën e ndërtimit, ku Lezhë, fjala vjen, po dhe jo më pak dhe Mjedita dhe Kurbini, kanë kërkesa për ndërtime. Është një industri që po zhvillohet. Pastaj është tjetër histori fusha e financimit, burimet e financimit, për cilat ka pikpyetje të mëdha. Megjithatë, ka një kërkesë në rritje për fushën e ndërtimit. Dini se sot asnjë nga kryetarët e bashkive nuk ka kompetencë të jap leje për zhvillime në territorin e tyre, për shkak se këto kompetenca i ka marrë sot qeveria, i ka marrë Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e Zhvillimit Urban, dhe bashkisi është një nga kompetencat që sjell dhe të ardhurat më të mëdha në arkën e saj. Me ndarjen e re territoriale, e cila pritet të mbyllet deri në muajin korrik të këtij viti, ekspertët kërkojnë që të ndërhyhet edhe sa i përket kompetencave të bashkive, me qëllim që ato të jenë sa më efikase në shërbim të qytetarëve.